Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në Elbasan ka ekzekutuar masa sigurie ndaj 6 punojësve të policisë dhe 1 qytetari, të cilët dyshohet se kanë shfrytzuar funksionin dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar baste sportive të palishme. Me masën arret shtëpia janë vënë nën komisar Redon Tafilaku, specialist për krimet pranë stacionit policisë Manës, Komisariati Policisë Durrës, inspektore Nea Kaplani, ndihmës specialist, kontrollor pranë stacionit policisë kufitare Morin, drejtoria vendore e Komisariatit Kukës, qytetari Ilir Tafa, banues në Tiranë, ndërkohë masa ndalimi daljes jashtë shtetit dhe detyrim paraqitje në policinë gjyqësore janë vendosur për komisar Denis Sinani, shefi seksionit për hetimin e krimeve në volum, Komisariati Policisë Devol, nën komisar Aldi Molla, përgjegjës turni pranë stacionit policisë kufitare Morin, inspektor Gëzim Beqiraj, ndihmës specialist, kontrollor pranë stacionit policisë kufitare Morin, inspektori me iniciale ED, trup shërbimi operacional pranë seksionit të special të ndërhyrjes taktike, njësia speciale Renea. Gjatë operacionit janë sekuestruar 7 telefona celular, të cilët dyshohet se janë përdorur për kryerjen e aktivitetit kriminal.